24 orë pasi hodhën e erë me tritol një lokal në Kamës, policia e kryeqytetit arrestoi 3 persona. Në pranga përfunduan ish oficeri policisë Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mezhika, ndërsa një i katërt u shpall në kërkim. Shkaku bë një gjop €500.000 që pronari i lokalit kishte refuzuar t'ia jepte të arrestuarve. Lokali ishte marrë me qira nga 2 persona kunetër me njëri tjetrin. Të njëjtat burime sqarojnë se 3 të prangosurit, mes të cilëve edhe ish polici Jeton Lami, i kishin vendosur gjop €500.000 pronarit të lokalit Saimir Sina. Ky i fundit jetonte në Itali. Arsyeja ka qenë pasi ata i kërkonin që lokalin të mos u alinte me qera 2 kunetërve Klodian Muratit dhe Bernard Elezit. Dhe për këtë arsye e kishin paralajmëruar se nëse nuk largonte ata nga lokali, do duhet u jepte atyre gjobën prej €500.000. Tritoli shpërtheu rreth orës 2:20 të mëngjesit të së shtunës duke e shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Por Jeton Lami, i arrestuar këtë të diel, është polici i operacionales që shoqëroi për herë të fundit Ervis Martinaj, një nga njerëzit më të kërkuar në vend, i shpallur i zhdukur në gusht të 2023-shit. Ai e transportoi ish-bosin e lojrave të fatit nga Tirana në Vlorë derisa humbi pa gjurmë. Për këtë, Jeton Lami u shpall fajtor për shpërdorim detyre, një dënim të cilin ai e shleu në kohën e paraburgimit duke u liruar nga qelia në 24 nëntor. Ndërkohë i shpalluri në kërkim si pjesë e grupit të gjobvënësve është Ervis Lami, i dyshuar për vrasjen e postierit Lulzim Visha në zonën e Kamzës janarin e këtij viti. Me njëherë pas vrasjes, uniformat blu gjetën armë në shtëpinë e tij dhe të xhaxhait.